A ke ndorë projekte në Turqi për momentin? Po, e kom pas tash me gjiru një film, por për shkak të një projektit këtu në Kosovë edhe i kom do plane tjera për momentin, kështu që jam fokusu këtu. Edhe ka qenë një ëndër që e kom pas gjatë gjithë jetës time, por ka qenë edhe një prej sfidave Elita ma të mdoja njët a me marrë këtë projekt a jo, sepse unë si natyrë gjithmonë ju mundu me qenë pra njerëzve, pra në rretit, pra në familjes, pra në krejtve, po gjithmonë e kom pasat bindjen që gjërat e humanitare nuk du të mu pa, edhe gjithmonë kom vepru, nuk kom shku kur. Nështë ta ndima kemi dërgu për mes të tjerë, po unë vetë s'kom shku edhe nuk kom pas fuqimu ballafaqu. Por që të bisedu me producentat e emisionit edhe të bisedu me rrethin, me krejt, është nga një herë mjafton veç zani me ngrit për dikën, edhe veç me i dalë në krah dikuj, kështu që atëherë e mendova, thash okej, po e marrë. Edhe njëjtën kohë me shumë dëshirë, po me shumë frikë e kom pas, edhe por që fatmirësisht Zotit ja kemi nisë mirë dhe mbarë, po m'duket.